Të gjithë synojnë të jenë perfekt. Unë kam lind nga fundi I viteve 70 dhe të lindje në ato vite dhe të jetoje fëmirin tate gjatë viteve 80, po, gjithmonë na thonin, mos fol, mos qaj, dhe ule kokën ha qatë kemi vu ne për para. Atëhere Lale nuk ishte shanse të gabojshe, mos guxojshe të gabojshe se ti s'ishe njeri. Ti ishe turpi familjes, ishe turpi fisit, turpi I shoqërisë, turpi I shkollës edhe turpi I lagjes. Dhe si rrjedhoj, prindrit thoshin, që ky nuk o kalamonime. Ja, se ka me të kukë shungët. Prindrit tanë ishin perfekcionist. Ato po, dhe jo të lojit thjeshta majmë shpinë pastër, sa jo dihet se kur të vinin komshit, vinë të prova e 2 gishtave dhe nuk ishte laborator që ja kalon të testimit këtyne se kur ishte koha funit që ti kishe morë plunat në shtëpi. Perfekcionizmi ishte I tipit që në qoftë se ti një fjalë ta thoshe gabim, prindrit nuk të folshin me gojë. I javë, ore as nuk shifshin me sy, bile kaloshin afër teje, gjithmonë thosha, si ka mundësi më vlla si nuk më shkelin, si kalojnë kaq perfekt anash edhe vazhdojnë sikur unë s'ekzistoj. Dhe kështu ti rritesh me idenë që ti duhet jesh perfekt. Duhet ecësh siç duhet sillesh siç duhet. Dhe në fund ti nuk përfundon njeri, por përfundon një robot me ankth. Perfekcionizmi nuk është virtyt. Perfekcionizmi është thjesht një helm emocional, po me emër trendi. Nuk është ambicie vlla, nuk është sukses. Është një zë brenda kokës që të thotë gjithmonë ti nuk je tu bo hala mjaftueshëm. Pavarësisht se ti ke dhënë gjithçka, edhe shpirtin. Ironia është që prindrit tanë nuk na urrenin. Përkundrazi ata donin që ne të ishim perfekt, që bota të na vlerësonte, mos na shkelte me këmbë. Po bota prap të shkel me këmbë dhe e bën me buzëqeshje, pra të shkel me stil, me klasë më valla. Nuk po e them këtë për miratim. As nuk më intereson mendimi juaj sepse jeta ime personale është personale. Nuk më keni borxh asgjë, as unë juve. Respekt. Të gjithë synojnë të jenë perfekt. Unë kam lind nga fundi I viteve 70 dhe të lindje në ato vite dhe të jetoje fëmirin tate gjatë viteve 80, po, gjithmonë na thonin, mos fol, mos qaj, dhe ule kokën ha qatë kemi vu ne për para. Atëhere Lale nuk ishte shanse të gabojshe, mos guxojshe të gabojshe se ti s'ishe njeri. Ti ishe turpi familjes, ishe turpi fisit, turpi I shoqërisë, turpi I shkollës edhe turpi I lagjes. Dhe si rrjedhoj, prindrit thoshin, që ky nuk o kalamonime. Ja, se ka me të kukë shungët. Prindrit tanë ishin perfekcionist. Ato po, dhe jo të lojit thjeshta majmë shpinë pastër, sa jo dihet se kur të vinin komshit, vinë të prova e 2 gishtave dhe nuk ishte laborator që ja kalon të testimit këtyne se kur ishte koha funit që ti kishe morë plunat në shtëpi. Perfekcionizmi ishte I tipit që në qoftë se ti një fjalë ta thoshe gabim, prindrit nuk të folshin me gojë. I javë, ore as nuk shifshin me sy, bile kaloshin afër teje, gjithmonë thosha, si ka mundësi më vlla si nuk më shkelin, si kalojnë kaq perfekt anash edhe vazhdojnë sikur unë s'ekzistoj. Dhe kështu ti rritesh me idenë që ti duhet jesh perfekt. Duhet ecësh siç duhet sillesh siç duhet. Dhe në fund ti nuk përfundon njeri, por përfundon një robot me ankth. Perfekcionizmi nuk është virtyt. Perfekcionizmi është thjesht një helm emocional, po me emër trendi. Nuk është ambicie vlla, nuk është sukses. Është një zë brenda kokës që të thotë gjithmonë ti nuk je tu bo hala mjaftueshëm. Pavarësisht se ti ke dhënë gjithçka, edhe shpirtin. Ironia është që prindrit tanë nuk na urrenin. Përkundrazi ata donin që ne të ishim perfekt, që bota të na vlerësonte, mos na shkelte me këmbë. Po bota prap të shkel me këmbë dhe e bën me buzëqeshje, pra të shkel me stil, me klasë më valla.
Nuk po e them këtë për miratim. As nuk më intereson mendimi juaj sepse jeta ime personale është personale. Nuk më keni borxh asgjë, as unë juve. Respekt. Të gjithë synojnë të jenë perfekt. Unë kam lind nga fundi i viteve 70 dhe të lindje në ato vite dhe të jetoje fëmirin tate gjatë viteve 80, po, gjithmonë na thonin, mos fol, mos qaj, dhe ule kokën ha qatë kemi vu ne për para. Atëhere Lale nuk ishte shanse të gabojshe, mos guxojshe të gabojshe se ti s'ishe njeri. Ti ishe turpi familjes, ishe turpi fisit, turpi shoqërisë, turpi shkollës edhe turpi lagjes. Dhe si rjedhoj, prindrit thoshin, që ky nuk o kalamonima. Ja, se kom eduku këshongët. Prindrit tanë ishin perfekcionist. Ato po. Dhe jo të lojit thjesht ta majmë shpinë pastër, sa ajo dihet se kur të vinin komshit, vinë të prova e 2 gishtave dhe nuk ishte laborator që ja kalon të testimit këtyne se kur ishte koha funit që ti kishe mor plunat në shtëpi. Perfekcionizmi ishte i tipit që në qofë se ti një fjalë ta thoshe gabim, prindrit nuk të folshin me gojë. I javë, ore as nuk shifshin me sy, bile kaloshin afër teje, gjithmonë thosha, si ka mundësi më vlla si nuk më shkelin, si kalojnë kaq perfekt anash, edhe vazhdojnë si kur unë s'ekzistoj. Dhe kështu ti rritesh me idenë që ti duhet jesh perfekt. Duhet ecësh si që duhet sillesh si që duhet. Dhe në fund ti nuk përfundon njeri, por përfundon një robot me ankth. Perfekcionizmi nuk është virtyt. Perfekcionizmi është thjesht një helm emocional, po me emër trendi. Nuk është ambicie vlla, nuk është sukses. Është një zë brenda kokës që të thotë gjithmonë ti nuk je tu bo hala mjaftueshëm. Pavarësisht se ti ke dhënë gjithçka, edhe shpirtin. Ironia është që prindrit tanë nuk na urrejnë. Përkundrazi, ata donin që ne të ishim perfekt, që botat na vlerësonte, mos na shkelte me këmbë. Po bota prap të shkel me këmbë dhe e bon me buzëqeshje. Pra të shkel me stil, me klas molla. Nuk po e them këtë për miratim. As nuk më intereson mendimi juaj sepse jeta ime personale është personale. Nuk më keni borxh asgjë, as unë juve. Respekt.